aty këm pas pacient Gjakën Drecën, për shembull, ka qenë i plagosur në bark dhe i kepën, mirë po policia sërbe, milicia atëherë, për me shkaktu dhimbje më të mëdha, atëherë i kanë me automatik apo kundak ja kanë hap plagët me shkaktu sa më shumë dhimbje. Dhe ne ishim vizitë mjekësore gjatë paraditës dhe na thonin, edhe pse ishin milicë aty në dhomë, edhe në korridor, ku i përcjellsin çka po dojnë me folë, çka po flasin, dhe në të vogël theshin, ju lutna, mos na bini ushqim apo diçka ekstra, se masanej në mbrëmje po na rrehin edhe ma shumë. Kështu që u kon problem edhe me trajtue për shkak se kishin probleme prej policisë, apo edhe prej pacientëve, më kanë tregu këta pacientat, që prej pacientave sërbë që kanë të plagosur dhe janë shkuar me këshirë ku janë pacientat shqiptar me maltretu, me rre, edhe pse janë kanë civil, apo janë kanë ushtar të sërb, milicë sërb, të cilët janë shkuar dhe i kanë rre nëpër dhoma ku kanë qenë shqiptarët. Gjokën edhe disa tjerë me murën prej spitalit dhe i dërguan në spitalin pulmologjisë, ku është tani kjo Ministria e Shëndetësisë, dhe i dërguan në atë ndërtesë ku këto drejtarët kanë qenë me rrjeta të metalta për mos me mujt me ikë, përpara të rujt, ndërsa në dhomë nuk kanë pas mundësi me ikë, dhe aty sa ka qenë në atë spital, për çdo ditë jam shkuar me ndihmën e shpejtë, i kom trajtu, i kom lidh këta Gjokën edhe Avdi Krasniqin, u kon edhe një femër për Arramin, për në emnat tash kam problem edhe për shkak që kom pas një sulm, kështu që bukur shumë për harroj emnat, dhe u rregullu bukur shumë Gjoka me shëndet, dhe mirë po e morën dhe e dërguan në Gjakov. Në Gjakov e kanë trajtuar, gjithsesi e kanë operuar edhe kolegët edhe një herë aty, dhe ka nejt disa kohë, mos i ushnosh, bukur mirë, e kanë dërguar në burgun e Pejës, dhe pej burgut të Pejës e kanë dërguar në burgun e Dubravës. Dhe për fat keq, Gjoka Ndrecaj edhe dy shqiptarë tjerë me 19 maj 99 thojnë që prej bombardimeve të natës kanë vdek këta trenja Topalli, mos gabofsha, një shqiptar tjetër i Ferizajt, edhe një tjetër i kam të shënuar krejt, po them emrat, kështu që Gjoka ka vdek me 19 maj 99.